Në kuadër të procesit gjyqësor për dosjen e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani, ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Genc Ruli ka dhënë dëshminë e tij përpara gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjatë dëshmisë, Ruli ka folur për problematikat historike të pronës publike në Shqipëri, duke theksuar se shteti, sipas tij, edhe sot nuk i ka të regjistruara plotësisht pronat e veta. Ai ka shtuar se në periudhën kur ka ushtruar detyrën, vetëm një pjesë e vogël e pronave dispononin certifikata pronësie. I pyetur mbi procedurat administrative në ministri, Ruli është shprehur se si ministër nuk kryente vetë verifikime në terren, por mbështetej në strukturat përkatëse, për të cilat tha se besonte se ishin profesioniste. Ai ka shtuar gjithashtu se ekspertët kontabël zgjidheshin nga vetë shoqatat e tyre profesionale. Sipas dëshmisë së tij, Ministria e Ekonomisë në atë kohë kishte më shumë rol politik dhe zbatues të programit qeveritar, ndërsa iniciativat për procedura vinin nga ministritë që kishin në varësi pronat përkatëse. Ruli deklaroi se në rastin e ish klubit Partizani, procedurat janë përshpejtuar me qëllim që objekti të mos degradojë më tej. Ai ka kujtuar gjithashtu periudhën e tranzicionit të hershëm, duke folur për procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave, si dhe përdorimin e letrave me vlerë dhe bonove të thesarit në skemat e dëmshpërblimit. Në përfundim të dëshmisë, Ruli ka folur shkurt edhe për njohjet e tij me figura të përfshira në dosje. Ai tha se Sali Berisha e njeh që nga dhjetori i vitit 1990, ndërsa për Jamarbër Maltezi u shpreh se e ka njohur si student në ambientet e Partisë Demokratike. Për persona të tjerë të përmendur, ai dha vetëm përshkrime të përgjithshme të njohjes së tij me ta. Procesi në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen Partizani vijon, ndërsa priten dëshmi dhe zhvillime të tjera në seancat e ardhshme.